Antarktida është larg nga shkretëtira e ngrirë që imagjinojnë shumica e njerëzve. Nën kilometrat e saj shtypës të akullit fshihet një botë mahnitëse, plot me pyje të lashta, lumenj misterioz dhe krijesa që lulëzojnë në errësirë të plot. Po sikur t'ju thoja se kjo shkretëtire e akullt fsheh kandila gjigande që janë më të gjata se një autobus shkollor dhe vargmale që nuk kanë ndjerë kurrë diellin. Kjo mbretëri e fshehur është një enigmë shkencore, një kapsul kohe që ruan të kaluarën e tokës dhe aludon tek sekrete nga bota të tjera. Ndërsa heqim shtresat e akullit, zbulojmë të dhëna për klimën, jetën dhe historinë e vetë planetit, duke zbuluar se Antarktida është gjithçka përveç asaj që duket. Shtresa e akullit të Antarktidës është një nga tiparet më të pabesueshme natyrore në tokë. Megjithatë, të paktët mund ta kuptojnë me të vërtetë shkallën dhe thellësinë e saj të plotë. Ky nuk është vetëm një shtresë holl akulli, është një oqean i pasur i ngrirë akulli, që mund të jetë deri në 4,5 kilometra i trash. Për ta vënë atë në perspektivë, ju mund të radhisni 5 Burj Khalifa, grattaciellat më të lartë në botë, njërin mbi tjetrin, dhe megjithatë të mos depërtoni sipërfaqen. Kjo shtresë masive akulli e mbulon kontinentin si një batanie gjigande e bardhë, duke fshehur peizazhin poshtë saj nga pamja. Akulli nuk qëndron thjesht i palëvizshëm gjithashtu. Ai rrjedh ngadalë, i shtyr nga graviteti, duke lëvizur sasi të mëdha uji të ngrirë drejt skajeve të kontinentit. Pavarësisht nga kjo lëvizje, shumë nga akulli mbetet i qëndrueshëm, duke krijuar një mjedis që kap sekrete të së kaluarës thellë nën sipërfaqen e tij. Shkencëtarët janë bërë obsesiv me shpimin nëpër këtë shtresë kolosale akulli, sepse ata e dinë se poshtë saj fshihet një botë e fshehur, një lloj kapsule kohe që ruan historinë e tokës me detaje të pabesueshme. Trashësia ekstreme do të thotë se shumë nga ajo që ndodh poshtë mbetet e paarritshme, duke sfiduar edhe teknologjinë më të avancuar. Kërkuesit përdorin ndjenjë nga distanca, radar dhe sonar që depërton akullin për të parë atë që është fshehur, duke hartuar male, valina dhe liqene të lashta që janë vulosur për miliona vjet. Vështirësia dhe shpenzimi i eksplorimit nën këtë akull krijojnë një pengesë, një mister që vazhdon të magjeps shkencëtarët në mbar botën. Kjo shtresë e trashë e akulli është gjithashtu një copë kyçe në enigmën globale të klimës. Vëllimi i saj i plot mban rreth 90% të ujit të ëmbël të ngrirë të botës, duke e bërë atë një tregues vendimar në studimet e rritjes së nivelit të sedit dhe ndryshimit të klimës. Kuptimi i kësaj shtrese akulli nuk është vetëm për kuriozitet, është për parashikimin e së ardhmes të planetit tonë. Nën këtë shtresë tuljak të akulli, uji i lëngshëm rrjedh në vende, duke formuar kanale lumenjsh nën toksor të padukshëm nga lart. Këto rrugë uji nën glaciale janë vendimare në mënyrën se si akulli lëviz dhe shkrihet nën sipërfaqe. Ekzistenca e tyre zbulon se Antarktida nuk është thjesht një shkretëtire ngrirë statike, por një sistem dinamik me proceset e veta të fshehura. Megjithatë, shumë nga ajo që ndodh poshtë mbetet një mister. Ndërsa teknologjia përmirësohet, ne ngadalë zbulojmë formën e maleve dhe valinave të fshehura që rivalizojnë me ato të kontinenteve të tjera. Ato në kontinentet ku ecim çdo ditë. Këto zbulime na detyrojnë të rimendojmë rolin e Antarktidës në sistemet gjeologjike dhe klimatike të tokës. Sepse akulli është kaq i trash, ai mban shumicën e jetës së egër dhe tipareve gjeologjike poshtë në errësirë të përhershme, të ngrira në kohë. Ajo që fshihet në atë natë të përjetshme është ndryshe nga gjithçka që gjendet gjetk në planet. Sa më thellë të shkosh, aq më e çuditshme bëhet. Shkencëtarët e njohin sipërfaqen e akullit, por poshtë saj është një histori ende kryesisht e patreguar, një që mund të rishkruaj plotësisht atë që mendojmë se dim për të kaluarën e tokës. Sekretet e varrosura në thellësitë e ngrira të Antarktidës po presin që ne t'i zbulojmë të vërtetat e tyre. Nëse thellësia e shtresës së akullit është mahnitëse, ajo që është fshehur brenda errësirës poshtë saj është edhe më befasuese. Nën akullin e pamëshirshëm, jeta ekziston në kushte të paimagjinueshme. Në 2022, kërkuesit shpuan në përpothuajse 500 metra akull nën raftin e akullit roz, kurioz për atë që mund të jetonte në këto ujëra ekstreme të ftohta dhe të errta.
Ajo që gjetën shkundi botën shkencore, mira krijesa të vogla, të ngjashme me karkaleca deti që quajtur amfipod, që lëviznin në errësirë të plot, duke mbijetuar në temperatura pranë ngrirjes. Këto nuk janë karkaleca të zakonshëm ujë të ëmbël që do të gjenit në liqene ose lumenj. Këto kafshë delikate jetojnë në natë të përjetshme, qindra metra nën akull të fortë. Zbulimi i këtyre amfipodhve zbulon një habitat të begat që kishte qenë i paarritshëm për njerëzit për mijëra vjet. Por cila është e fshehta e mbijetesës së tyre në errësirë? Përgjigja është dieta e amfipodhve, e cila përfshin lëndë bimore të vdekur. Prandaj, në një fazë, jeta bimore duhet të ketë ekzistuar në Antarktidë që ata të mbijetojnë. Kjo tregon një botë që ka shkuar nën akull, një habitat që jetoi edhe kur kontinenti nuk ishte ende i ngrirë. Ky lum i fsheshtë në noksor jo vetëm që lehtëson jetën, por gjithashtu tregon një histori të pabesueshme. Ai zbulon se Antarktida nuk ishte shkretëtira e mbuluar me akull që njihim, por një vend ku rrjedhin lumenj dhe jeta lulëzonte nën kushte shumë të ndryshme. Kjo botë e fshehur nën akull sfidon besimet tona për jetën dhe qëndrueshmërinë e saj. Nga ana tjetër, zbulimet shkencore kanë dhënë arsye për vënje në dyshim të ekzistencës së formave të tjera të jetës që jetojnë në ato ujëra të errta. A ka organizma që janë më kompleks? Mund të vazhdojnë bakterit e vogla në ekzistencën e tyre duke u kapqyer në xhepa të thellë që nuk kanë dritë dite dhe duke u mbështetur në energji kimike në vend të dritës së diellit për të mbijetuar? Spekulimi shkon edhe më tej tek planetet të tjerë, duke na kujtuar për atë që mendojnë shkencëtarët për hëjnat e akullta në sistemin ton diellor. Këto amfipod përfaqësojnë një vëzhgues memt të së kaluarës së Antarktidës, qenie të vogla që lidhin kontinentin e sotshëm të akullt me të kaluarën e tij të gjelbër. Mbijetesa e tyre është një tregues i fortësisë së jetës në zona dikur të konsideruara të dekura. Është një zbulim i një rajoni ku errësira dhe akulli janë kushtet e zakonshme dhe jeta evolon në heshtjen e errësirë. Investigimi i kësaj biosfere të fshehur mund të sigurojë shenja për klimën dhe ekosistemet në ndryshim të tokës. Tregon skajin e përshtatjes së jetës ndaj ndryshimit. Nëse jeta po lulëzon me të vërtet këtu, çfarë të tjera shqenje që janë ende të lëna për të zbuluar nën akull? Nga këto thellësi të akullta plot me jetë, shikimi ynë shtrihet tek oqeanet e errta dhe misterioze që rrethojnë Antarktidën, vende kaq të thella dhe të paeksploruara, që mbajnë sekrete që vazhdojnë të hutojnë shkencëtarët. Oqeani Jugor, që rrethon Antarktidën, fsheh disa nga misteret më të thella të botës nënujore të planetit ton. Ndër mrekullitë e tij të shumta qëndron Factorian Deep, e zbuluar vetëm kohët e fundit në 2019. Kjo humner zytet në një thellësi mahnitse prej 7437 metra, mjaft e thellë për të gëlltitur grataqej disa herë. Ajo rivalizon Challenger Deep të famshëm dhe mbetet kryesisht e paeksploruar për shkak të kushteve ekstreme të ujrave të saj të akullta. Hartimi i kësaj humnere kërkoi teknologji të avancuara si skanimi me sonar nga anije kërkimore që sfidojnë detet e ashpra të Antarktikut. Pavarësisht nga mbi 1000 teste dhe skanime, shkencëtarët dinë ende pak se si u formua Factorian Deep ose si lidhet me fundin e oqeanit përreth. Origjina e saj gjeologjike mbetet e paqartë, duke nxitur pyetje për aktivitet tektonik dhe historinë e rajonit të Antarktikut. Thellësi të tilla janë shtëpi e një game formash jete të përshtatura me presione shtypse, temperatura pranë ngrirjes dhe errësirë totale. Megjithatë, shumë aspekte të këtij ekosistemi mbeten një mister. Një kuriozitet i mirë dokumentuar është shfaqja e rastësisht të krijesave të mëdha si kandili fantazm gjigant, i cili mund të rritet mbi 30 këmbë të gjatë dhe normalisht banon në thellësi mbi 1000 metra më thellë se Factorian Deep. Ngjitjet e tyre të rralla më afër sipërfaqes hutojnë kërkuesit. Pse këta gjigant aventurojnë në ujëra më të cekta dhe më të ftofta pranë Antarktidës? Grykderdhjet e thella të oqeanit ofrojnë gjithashtu të dhëna për historinë e klimës të tokës dhe zhvendosjet tektonike. Sedimentet e mbledhura nga këto thellësi përmbajnë fosile dhe minerale që regjistrojnë ndryshimet mjedisore që shtrihen miliona vjet. Çdo shtresë është një faqe në një libër të fshehtë për atmosferën dhe gjeologjinë në evoluim të planetit ton.
Përtej mistereve biologjike, oqeani i thellë Antarktik mbetet një kufi për zbulimin shkencor, duke mbajtur përgjigje për modelet e qarkullimit të oqeanit global dhe ndryshimet e nivelit të setit. Këto gryka ndikojnë në mënyrën se si nxehtësia dhe dioksidi i karbonit qarkullojnë nëpër planet, duke ndikuar sistemet e vetur shumë përtej rajoneve polare. Pavarësisht sekreteve të zbuluara nga teknologjia, faktori andip dhe zonat abisale përreth mbeten kryesisht jashtë kufinjve të vëzhgimit njerëzor. I ftohti ekstrem, presioni i jashtëzakonshëm dhe akulli i trash më sipër e bën eksplorimin drejt për drejt një sfidë të fortë. Kjo e bën çdo pikë dëdhëne të mbledhur nga këto thellësi të paçmueshme. Ndërsa jeta vazhdon në errësirë, prania e krijesave masive dhe çuditshme që lundrojnë nga e thella shton një shtresë tjetër misteri, duke aluduar tek përshtatjet të panjohura. Thellësitë e oqeanit pranë Antarktidës janë një kujtesë se mbretëritë më të fshehura të planetit ton janë shpesh më të jashtëzakonshmet. Nga thellësitë të pafundme dhe ujëra të ftohta, fillojmë të shohim gjigantë dhe mrekulli që shtrihen kufit e vetjetës. Thellësitë e akullta të Antarktidës janë shtëpi e disa nga krijesat më mahnitëse në planet, duke sfiduar atë që mendojmë se jeta mund të përballojë. Një nga vizitorët më misterios të raportuar nga ekspeditët është kandili fantazëm gjigant. Këto qenie eterike mund të rriten mbi 30 këmbë të gjata, duke kaluar edhe kafshët më të mëdha në tokë. Normalisht, gjenden duke lundruar në thellësi prej 3500 këmbësh ose më shumë. Ata rrallë vijnë pranë sipërfaqes, duke e bërë shfaqjen e tyre të rastit pranë Antarktidës edhe më hutues. Për shkencëtarët, fenomeni i këtyre kandileve masiv që vijnë deri në sipërfaqe nga thellësitë e errta dhe shtypse mbetet një enigmë. Për kandilin, kjo do t'ishte asgjë më pak se një udhtim nga zonat e ftohta të ngrira, ku as drita e diellit dhe as qeniet njerëzore nuk mund të arrijnë në një mjedis shumë të ndryshëm. Megjithatë, këto kafshë të mëdha duken se janë më shumë se të afta për të përballuar kushtet e ashpra të habitatit të tyre të thellë detar, të ftohtit dhe presionit të fundit të detit. Krijesat kozmike, trupat e tyre transparent dhe tentakulat e tyre të zvarrura po lëvizin përreth, duke qenë një prezencë fantazmore në ujërat e Antarktikut. Kandili fantazëm gjigant është thjesht një nga shembujt ndërqënjet e çuditshme dhe të mëdha të oqeanit të thellë jugor që marrin pjesë në këtë dramë nënujore. Këto krijesa enigmatike tregojnë qenie të gjalla të ndryshme që ekzistojnë në kufijtë e akullit dhe ujit poshtë, të cilat janë ende për të zbuluar. Ato tregojnë se thellësitë e oqeanit, të cilat janë të padukshme, janë më tepër shkretëtira plot me forma jete që po testohen vazhdimisht në aspektin e biologjisë së tyre. Mund të jetë gjithashtu rasti që ardhja e tyre lart është në të vërtetë e lidhur me ndryshimet mjedisore që po ndodhin në fundin e detit që nuk perceptohen nga syt njerëzor, ose që po korrelojnë me riprodhimin ose zakonet ushqyese të cilat nuk janë ende të njohura. Çdo vëzhgim thellëson kuptimin ton, por gjithashtu krijon po aq pyetje të reja sa përgjigje që jep. Pra, çfarë i bëri gjigantët të vinin në ujërat sipërfaqësore të akullta? Çfarë shkaktoi migrimin e tyre dhe si arritën të shkonin nëpër tranzicion? Ndonjëherë, anije dhe stacione kërkimore që operojnë në ujërat e Antarktikut shohin gjëra të tjera të çuditshme, si kandila të mëdhenj ose krijesa të ngjashme me xhej që janë të vështira për t'u klasifikuar. Këto vëzhgime mbështesin nocionin se biosfera i fshehur në akull është ende një nga zonat më pak të eksploruara në planet. Gjigantët e groteskë të oqeanit të thellë jugor megjithatë ende kërkojnë studime edhe pas dekadave të avancimeve biologjisë marine. Intriga biologjike e këtyre krijesave nuk është asgjë tjetër përveç fuqisë dhe misterit të Antarktidës, që mund të jetë një peizazh ku rregullat e jetës dhe mbijetesës janë totalisht të ndryshme për shkak të errësirës së gjimrit të përjetshëm. Ato tashmë janë lidhur me botën, fshehur nën akull, dhe tani kjo nënkupton kush e di çfarë gjigantësh të tjerë dhe specieve të padukura dhe të panjohura banojnë këtë botë sekrete. Ndërsa këto krijesat mëdha shëtisin ujërat e errta jugore, ekzistenca e tyre rrënjëzohet në një të kaluar kur Antarktida ishte shumë e ndryshme, një vend i pasur me jetë dhe ekosisteme të gjalla që presin të zbulohen. Ideja e Antarktidës si një shkretëtire ngrirë është një realitet modern, por një kontrast i fortë me të kaluarën e saj të lashtë, e cila ishte vërtet e ngrohtë dhe e gjelbër. Shkencëtarët kanë zbuluar dëshmi bindëse se ky kontinent i ngrirë dikur strehonte pyje tropikale të shtrira gjatë periudhës së Kretaceut, përafërsisht 90 milion vjet më parë.
rrënjë të fosilizuara, kokra poleni dhe mbetje të pemëve dikur të lullzuara ndodhen të kyçura nën akull dhe sediment, duke treguar një histori të një bote të pasur dhe të gjallë që zhdukej prej kohësh nën akullnaj. Teknika të avancuara datimit vendosin këto pyje tropikale në një epokë kur atmosfera e tokës ishte e përmbytur me shumë më tepër dioksid karboni se sa sot, duke krijuar një klimë të aftë për të mbështetur pyje masive edhe në gjerësi polare. Në atë kohë, Antarktida ishte pjesë e një superkontinenti, duke përjetuar mot shumë më të ngrohtë dhe biodiversitet më të pasur se shkretëtira e bardhë që shohim tani. Imagjinoni lugina të gjelbra dhe fusha me ngjyra, habitat plot me jetë të lashtë. Zbulime të tilla janë më shumë se fosile thjesht. Ato riformzojnë kuptimin ton se si klima dhe ekosistemet kanë evoluar gjatë miliona viteve. Depozitat e qymyrit të gjetura në Antarktidë mbështesin më tepër këtë narrativ. Qymyri formohet nga lëndë bimore e lashtë dhe kompresuar, që do të thotë se këto pyje ekzistuan mjaft gjatë dhe në rritje mjaft të dendur për të lënë pas karburante fosile të mëdha nën shtresa akulli. Eksploruesit e fillimit të shekullit e 20 ishin ndër të parët që aluduan në këtë histori befasuese kur zbuluan vena qymyrit të varrosura në tokën e ngrirë. Këto gjetje konfirmuan se fasada e sotshme e akullosur e Antarktidës fshih një planet që dikur ofronte strehim dhe burime të bollshme për jetë. Pyjet e lashta lullzuan për miliona vjet para se zhvendosjet klimatike dhe ngjarjet gjeologjike në fund t'i varrosnin nën akull. Kjo e kaluar tropikale na fton të rimendojmë proceset që transformuan Antarktidën nga një parajse gjelbër në një shkretëtir të akullosur. Tregon një planet të aftë për ndryshime dramatike, me ekosisteme që ngrihen dhe bien në përgjigje të cikleve globale të karbonit dhe klimave në zhvendosje. Antarktida vepron si një arkiv i ngrirë, zbulojnë brishtëshinë dhe qëndrueshmërinë e jetës. Zbulimi i këtyre ekosistemeve të lashta gjithashtu ndihmon shkencëtarët të modelojnë skenare të mundshme të ardhme klimatike. Nëse rajonet polare ishin dikur të gjelbra dhe ngrohta, çfarë mund të nënkuptojë ngrohja globale aktuale për ndryshimet polare që do të vinë? Fosilet shërbejnë si një kujtesë e fortë të kapacitetit të planetit për transformim në shkallë kohe gjeologjike. Nga pyjet tropikale të lullëzuara të skaluarës largët, udhëtimi ynë tani na çon përtej vetë tokës, tek gurët që ranë nga qiejt dhe ulen në hëkullin e Antarktidës. Vizitor nga hapësira jashtme që mbajnë të dhëna tërheqëse për jetën përtej planetit ton. Krijesat gjigande që lundrojnë në ujërat e Antarktidës dhe mbetjet e varrosura të pyllit zbulojnë një botë plot me befasi. Por historia e Antarktidës arrin edhe më larg, tek vizitor kozmik dhe një histori e ngrirë e gandur në gur dhe akull. Antarktida nuk është vetëm një arkiv i ngrirë i historisë së tokës, por gjithashtu një vend ulse kryesor për vizitor nga përtej planetit ton. Meteoritët nga i gjithë sistemi diellor shpesh përplasen në sipërfaqen e saj të ashpër dhe të akulluar, të ruajtura në gjendje të paprekur nga të ftohti dhe thatësia. Kontinenti vepron si një ngrirës natyror dhe mbledhës, ku shkëmbinj që udhëtuan miliona milje lundrojnë qetësisht për t'u pushuar, duke i ofruar shkencëtarëve njohuri të rralla për përbërjen e lagjes tonë kozmike. Disa nga astronautët që shkojnë në hapësirë janë krijesa vërtet mahnitëse. Një meteorit, i cili është rreth 4 miliard vjeç dhe ka një origjinë marsiane, është një nga më të njohurat. Ky shkëmb, i cili u zbulua i ngrirë në akullin e Antarktidës, krijoi një trazim në 1996, kur u spekulua se mund të përmbante mikrobe të fosilizuara, ndoshta prova më e hershme e jetës në planetin e kuq. Mineralet e shkëmbit përfshin përbërje që përmbajnë ujë, të ashtu quajturat minerale të hidratuara, duke treguar se planeti ishte në të vërtet më i freskët dhe më i lagësht në të kaluarën shumë të largët. Pasojat e vetëm këtij shkëmbi janë të mëdha. Tregon mundësinë që Marsi ishte i përshtatshëm për jetë miliarda vjet më parë, dhe kështu Antarktida bëhet një zonë kryesore për studimin e jetës së huaj dhe evolucionin e planeteve. Gjëja e mirë për Antarktidën është se ajo i mban këto meteorite në një gjendje të shkëlqyer, kështu që kontinenti është një lojtar kryesor në fushën e astrobiologjisë, duke lidhur kështu pjesën e ngrirë të natyrës toksore me misteret kozmike. Megjithatë, meteoritët e Marsit nuk janë gjërat e vlefshme që gjenden në këtë vend.
Kontinenti ka qenë gjithmonë një burim fragmentesh nga asteroid dhe madje edhe hëna, me çdo shkëmb duke qenë një dëshmitar i formimit planetar dhe historisë së sistemit diellor. Përbërjet kimike u mundsojnë shkencëtarëve të lidhin pikat për evente që jo vetëm që ndikuan tokën, por gjithashtu botët e saj fqinje. Meteoritët jashtëtoksor jo vetëm që paraqesin një mister shkencor, ata gjithashtu stimulojnë imagjinatën tonë duke e shoqëruar akullin e njohur të Antarktidës me universin e madh dhe të paeksploruar. Çdo meteorit përmban sekretet e veta, të cilat sjellin nga vite dritë larg, të vulsuar në një vend që është plotësisht jashtë zhvillimit njerëzor. Kështu, shkretëtira e ngrirë të Antarktidës është njëkohësisht një burim i skaluarës së tokës dhe një urë drejt yjeve. Studimi i këtyre meteoritëve jo vetëm që sqaron kuptimin ton të shpërndarjes së jetës dhe ujit të sistemit diellor, por gjithashtu ndihmon në rafinimin e kuptimit ton. Nëse hëna kishte ujë dhe ndoshta mikrobe, kjo kërkon që zonat e jetës të përshtatshme të zgjerohen në planetet, hënat e akulluara apo madje edhe eksoplanetët më të largëta. Meteoritët e vegjël na sfidojnë të rishikojmë pozicionin ton në univers. Akulli i Antarktidës po fsheh shumë thesare kozmike nën sipërfaqen e tij, të cilat vetëm po presin të zbulohen, qoftë nga kurioziteti ose nga fati. Ato aludojnë në faktin se kontinenti nuk është thjesht një shkretëtirë toksore, por më tepër një kryqëzim kozmik, ku historitë e planeteve dhe jetës bashkohen. Nga kjo bollëk qiellore, vëmendja jonë kthehet përsëri brenda, thellë në vet akullin, bibliotekën e ngrirë që mban sekretet klimatike të tokës të kyçura në kohë. Nën akullin e Antarktidës qëndron një arkiv jashtëzakonshëm, një që shkencëtarët e krahasojnë me një makinë kohe për kuptimin e historisë së klimës së tokës. Çdo vit, bie bori freskët, duke kapur fluska të vogla ajri nga atmosfera që ngrinë dhe mbeten të kapura në shtresa. Gjatë shekujve dhe mijë vjeçarve, këto shtresa grumbullohen, duke u kompresuar në akull të fortë, që ruan pamje të detajuara të atmosferës së planetit që shkon prapa qindra mijëra vitesh. Kërkuesit shpojnë thellë në këto shtresa akulli për të nxjerrë cilindra të gjatë të quajtur bërthama akulli. Sa me thellë bërthama, aq më prapa në kohë shkon, me disa që arrin pothuajse 800.000 vjet. Këto bërthama zbulojnë përbërjen e saktë të gazeve si oksigjeni dhe dioksidi i karbonit nga ato atmosfera të lashta, duke u lejuar shkencëtarëve të rindërtojnë cikle të kaluara të temperaturës dhe kushte atmosferike me detaje mahnitëse. Duke studiuar këto fluska të ngrira, shkencëtarët kanë zbuluar se klima e tokës ka ndryshuar në cikle të rregullta, fillimisht çdo 40.000 vjet dhe më vonë çdo 100.000 vjet. Këto periudha të ngrohta dhe të ftohta që alternojnë, ofrojnë njohuri vendimtare për mënyrën se si forcat natyrore, si rrezatimi diellor dhe gazet serë drejtojnë luhatjet e klimës përmes kohës. Bërthamat e akullit gjithashtu ruajnë regjistra të sturmave masive, shpërthimeve vulkanike dhe zhvendosjeve në rrymat e oqeanit. Çdo stres është si një faqe në një histori komplekse, duke kronikuar përgjigjen e planetit ndaj ndryshimeve si graduale ashtu edhe ekstreme. Kjo histori e detajuar klimatike siguron një bazë kritike për të krahasuar me tendencat aktuale të ngrohjes të shkaktuara nga aktivitetet njerëzore. Këto arkiva të ngrira nuk na tregojnë vetëm atë që ndodhi në të kaluarën, ato aludojnë në atë që mund të vijë. Duke kuptuar se si dioksidi i karbonit dhe temperatura kanë ngrirë dhe rënë gjatë pothuajse 1 milion vitesh, shkencëtarët mund të parashikojnë më mirë të ardhmet pëmundshme klimatike. Kur do të godas stuhia e ardhshme mega? Sa intensive mund të bëhet ngrohja globale? Përgjigjet mund të jenë të kapura në akullin e Antarktikut. Kushtet e kërkuara për të ruajtur këto fluska delikate ajri janë aq të rralla sa Antarktida mbetet vendi i vetëm në tokë ku ekzistojnë të dhëna kaq të vazhdueshme dhe të thella. Është një dëshmi e rolit unik të kontinentit në shkencën e tokës, duke siguruar një dritare të pashembullt në dinamikat e klimës. Nxjerrja e këtyre bërthamave është një përpjekje që sfidon, shporin përmes milje akullit të fortë në një nga vendet më pamikpritse në planet. E gjithatë,
Çdo bërthame tërhoqur nga depsit është një thesar informacioni që mund të mbajë qelsat për ruajtjen e të ardhmes së planetit tonë. Ky regjistër i ngrirë, me shtresa me fluska gazi dhe pluhur, është një kujtesë e fuqishme se nën sipërfaqen e bardhë dhe të heshtur të Antarktikës qëndron një kronik dinamike së kaluarës së tokës, një që vazhdon të informojë dhe formësoj kuptimin ton të jetës në një planet në ndryshim. Bërthamat e akullit gjithashtu përmbajnë grimca mikroskopike si krip deti, hi dhe pluhur mineral, që zbulojnë se si modelet e erës dhe ariditeti kanë zhvendosur nëpër kontinente gjatë kohës. Ndryshimet në përqendrimin e pluhurit mund të tregojnë periudha thatësire të përhapur, shkretëtira në zgjerim ose qarkullim atmosferik më të fortë. Këto sinjale delikate ndihmojnë shkencëtarët të gjurmojnë se si rajonet e largëta të planetit ishin të ndërlidhura shumë para se regjistrat modern të klimës të ekzistonin. Përparimet në teknologjinë analitike kanë transformuar mënyrën se si studiohen bërthamat e akullit. Instrumentet ultra të ndjeshëm tani u lejojnë kërkuesve të masin gaze drum dhe izotope në rezolucione të papërshkruara më parë, ndonjëherë duke kapur ndryshime stinore nga 10 mijëra vjet më parë. Kjo precizion u mundëson shkencëtarëve të identifikojnë ngjarje të papritura klimatike dhe të kuptojnë më mirë sa shpejt mund të kalojnë sistemet e tokës nga stabiliteti në ndryshim të shpejt. Mesazhet kozmike të kapura në meteoritët e Antarktikut dhe regjistra të lashta klimatike të ruajtura në akull konvergojnë, duke zbuluar Antarktidën jo vetëm si një kontinent akulli, por një dhomë e fortë sekretesh nga përtej dhe poshtë sipërfaqes së tokës. Nën shtresën e gjerë të akullit të Antarktidës qëndron një nga sekretet më mahnitëse gjeologjike të planetit, një vargmali i tërë i fshehur nga pamja. Të zbuluara në vitin 1958, malet Gamburtsev shtrihen mbi 1200 kilometra, me majat që ngrihen mbi 3000 metra, duke rivalizuar disa nga zinxhirët më të mëdhenj të botës. Megjithatë, ndryshe nga vargmalet e njohura si malet shkëmbore ose Himalajet, këto male janë plotësisht të varrosura nën kilometra akulli, të padukshëm për syrin e lirë. Ajo që i bën malet Gamburtsev me të vërtet misterioze është origjina e tyre. Shumica e vargmaleve formohen në kufit të pllakave tektonike, ku pllakat që përplasen shtyjnë shkëmbinj të lartë. Por Gamburtsevet e Antarktidës ndodhen në mes të një pllake tektonike, pa shenja të qarta të përplasjeve të fuqishme që zakonisht krijojnë majat turgjat. Kjo anomali huton gjeologët, pasi forcat që formësojnë këto male duken të ndryshme nga ato që formësojnë vargmale të mirënjohura. Një hipotezë primare tregon se rezervuaret e lashta të magmës nën kontinent ngritën tokën lart, duke prodhuar malet me procesin e shtyrjes së tyre lart nga poshtë. Megjithatë, prova e kësaj teorie është ende jo definitive dhe konfundimtare. Trashësia e madhe e mbulimit të akullit gjithashtu ka një efekt negativ në vëzhgimin e drejtë për drejtë, e cila e ka bërë të vështirë të studiohen formacionet shkëmbore dhe marrjen e mostrave që do të zbulonin historinë e vërtetë të këtyre maleve. Sismologët dhe ekspertët e radarit të akullit bashkojnë forcat për të kryer martimin e këtyre maleve të mëdha të mbuluara me akull dhe rezultati është zbulimi i një terreni plotësisht të papritur, të ashpër dhe të mprehtë që ka mbetur i ngrirë në kohë. Përdorimi këtyre mjeteve u lejon shkencëtarëve të ndërtojnë imazhe 3D, që shfaqin maja të larta dhe gropza të thella që janë vulosur nën shtresën mbrojtëse të akullit. Pejsazhet të cilëve akulli u ka dhënë mbrojtje nga erozioni erës dhe ujit kanë mbetur praktikisht të pandryshuar dhe prandaj kanë ruajtur të dhënat për të kaluarën gjeologjike të largët të tokës. Nëse origjina e maleve Gamburtsev zbulohet, atëhere Antarktida do të zbulonte shumë për evolucionin dhe stabilitetin e saj gjeologjik. Për më tepër, ajo ndoshta do të sqaronte sjelljen e shtresës së akullit në atë rajon për miliona vjet, pasi vargmalet ndikojnë modelet e rrjedhës dhe shkrirjes së akullit. Këto male mund të jenë qelsi për të shkyqur historinë e kaluar klimatike dhe mbijetesën e shtresës së akullit gjatë ndryshimeve radikale mjedisore. Malet Gamburtsev, për shkak të izolimit dhe fshehtësisë së tyre, kanë mbetur një nga kufijtë e fundit të gjeologjisë malore në planetin tonë. Ulumtimi i mëtejshëm mbi to mund të japi jo vetëm Antarktidës,
por edhe të gjithë botës një perspektivë të re se si ekosistemet e fshehura nën shtresat e akullit ndërveprojnë me sistemet globale. Pyetjet e mëdha vazhdojnë të jenë: pse këtu? Pse tani? Dhe çfarë sekretesh mbajnë ende këta gjigant të varrosur? Misteri i maleve Gamburtsev, megjithatë, nuk ka qenë vetëm një burim kurioziteti, por gjithashtu një sfidë për gjeologët dhe glaciologët për dekada. Malet tashmë konsiderohen si tregues të dinamikave dhe madje edhe të klimës së të gjithë kontinentit të Antarktikut. Me çdo gjetje të re në akull, ridrejtimi i rrjedhës së akullit, së bashku me kapjen e ajrit të ftohtë, shtohen në rolin e maleve në stabilizimin e një nga masat më të vjetra dhe më të trasha të akullit në tokë, duke shënuar kështu rëndësinë e tyre jo vetëm si formacione toksore, por gjithashtu si lojtar në sistemin e ngrirë të Antarktidës. Ekspeditat e tanishme për të hetuar Gamburtsevet nuk janë asgjë më pak se arritje inxhinierike dhe qëndrimi. Kërkuesit duhet të bartin pajisje përmes kilometrash të gjerë terrenit jashtëzakonisht të ashpër, dhe në shumicën e rasteve ata varen në përdorimin e aeroplanëve me ski për qëllime ulse në shtresën e akullit. Vendet e kampimit janë të përkohshme dhe situata është e vështirë. Ata punojnë në temperatura ngrirëse që mund të zbresin deri në -40 gradë Celsius. Çdo fluturim vrojtimi dhe vendosje instrumentesh kërkon shumë planifikim. Kjo ilustron se sa i thellë dhe i pamiqësor është ky rajon, edhe në kohët e teknologjisë së sofistikuar. Ekzaminimi i këtyre maleve të fshehura gjithashtu ka pasoja që shtrihen shumë larg nga Antarktida. Njohuria se si vargmale të vjetra mund të mbijetojmë në akull për miliona vjet, mund t'u jap shkencëtarëve një dorë në interpretimin e tipareve të njëjta të planeteve të tjerë të ngrira, si Marsi ose hëna e Jupiterit Europa. Kështu, malet Gamburtsev bëhen një eksperiment natyror, ku bukuria e natyrës kombinon njohuri dhe lidh dy fushat e shkencës së tokës dhe eksplorimit planetar. Në procesin e hulumtimit që po vazhdon, Gamburtsevet vazhdojnë të kujtojnë shkencëtarëve se toka është ende plot me mistere. Edhe në një botë që është hartëzuar në mënyrë të përsosur nga satelitët dhe është populluar nga kërkues për disa shekuj, vargmale të tërë mund të mbeten ende të fshehura, duke riformësuar kështu mendimet për atë që është vizituar plotësisht. Këto male të heshtura në akull sfidojnë besimin e njerëzimit në njohuritë e tij, dhe në të njëjtën kohë, ato motivojnë njerëzit të kenë ëndra të reja dhe admirimin e forcave të fshehura që po formësojnë vazhdimisht planetin tonë. Antarktida është shumë më tepër se akull dhe bor. Është një dhomë fort mrekullisht të paimagjinueshme, nga jeta e fshehur dhe pyjet e lashta tek male të varrosura dhe relike kozmike. Çdo zbulim riformson kuptimin ton të tokës dhe universit. Nëse e keni pëlqyer këtë shikim në akull, sigurohuni që të pëlqeni dhe të abonoheni për histori më të pabesueshme nga skajet e botës sonë.